Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 1 prill të 2025-s. Një muaj të mbar, të begat në çdo aspekt. Edhe pse është si ditë që i ka ngelur ditë e gënjeshtave, por është ditë e vërtetë, është ditës së vërtetës dhe e gjërave të mëdha që do ndodhin. Tani fillojnë ndikimet, tani fillojnë çështjet e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve. Kemi një ndikim shumë të madh për sa i përket pikërisht kësaj fillim javës. Fillim javë që quhet akoma, ditë e martë nuk është se ka diçka domethënë që mund të themi në lidhje me një arsye. Por kemi të bëjmë disa ndikime planetare sepse dielli në Dash, kemi Hanën në Dem, kemi Mërkurin në Peshk, kemi Afroditën në Peshk, kemi Marsin në Gafore, kemi këtu duhet pasur kujdes, kemi Saturnin në Peshk, po të shikoni tek Peshqit ka shumë ndikime dhe mundësi, por gjithashtu me Plutonin në Ujor, Neptunin në Dash dhe Saturni gjithashtu tek Peshqit, që do të thotë disa çështje të rëndësishme marrin fund për 1000 arsye dhe duke pasur parasysh edhe ndikimet e tjera. Megjithatë, pikërisht duke parë që dhe çështjet që kanë bënë për sa i përket datës 1 është kemi disa fenomene intensive astrologjike me Neptunin që futet në Dash për një periudhë 14 vjeçare, duke ndikuar në vizionet dhe aspiratat kolektive. Mërkuri kthehet në mënyrë retrograd tek Peshqit, duke sjellë paqësi dhe komunikime. Aspektet e favorshme të Saturnit me Uranin ofrojnë baza të forta, ndërsa Marsi rrit vendosmërinë dhe veprimin, meqense sa ndikon tek juve, ndikon jashtë mase. Prandaj jeni vigjilent sepse ndikimet që kanë bënë pikërisht në këtë fillim muaji, por edhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme të fillimuajit të muajit prill, atëherë duke filluar të ke faqarosh këtu, atje është zanafilla, nëse doni të dini mbi muajin prill për gjëra që ndodhin, për çështjet që kanë bënë, zgjidhni një nga paketat atje, ju që interesoni për gjëra të tilla dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje duke zgjedhur paketën tuaj numër përkatës, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Për juve që doni që çdo video apo doni të dërgoni mesazh të dini një moment dhe jemi live, atëherë duke na bërë subscribe tek butoni që shkoni atje dhe atje duke ndihur hapat se si mund të bëni subscribe, që të dërgoni mesazhin dhe pastaj jeni gati për të folur dhe për të biseduar mbi gjërat që ju dëshironi në privat. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, meqense shenjat e Dashit kanë pasur një ndikim shumë të madh, mirë po një muaj të mbar ju uroj miqtë e mi dhe ka për të qenë i mbar, edhe pse keni pasur disa çështje problematike, por në anën tjetër është një moment mjaft i mirë dhe pozitiv, do ta thosha, në fushën e karrierës, sepse filloni një ndikim, një karrierë shumë të mirë në fushën e biznesit, por gjithashtu edhe çështjet e tjera që do shikoni edhe vetë, ka të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë shumë me ndryshimet e mëdha që keni edhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Luan duket të mbara. Shkojmë tek shenjat e radhës që janë shenjës së Demit. Çfarë ndodh me shenjën e Demit? Të shenjës së Demit duket se është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku shenjat e Demit, shenjat e tokës, kanë një vendim, kanë për të marrë një vendim shumë të rëndësishme dhe kanë shanse për të nisur punë të re, kanë shanse për të bërë një udhëtim, presin disa dokumenta, i marrin këto dokumenta sepse është periudha më e mirë e mundshme e këtij muaji dhe kjo bën që juve të esni përpara dhe të vazhdoni veproni në çështjet që juve doni të arrini. Ajo që duket në lidhje me ekonominë, në lidhje me gjërat të mëdha që do të keni në fushën e punës suaj, është momenti i duhur për të marrë vendimin e duhur. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrep dhe me Virgjëresh duket se janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë binjakët. Binjakët e dashur, mirë është të përgatiteni sepse disa prapaskena duket se dalin në dritë, por duhet të filloni që tani të shikoni pse. Këto prapaskena për ju që jeni në role kyçe, ato njerëz janë paskrave,
që bëjnë mikun, shokun dhe duhet marrë informacion do mos, bëni kujdes ku flisni dhe çfarë thoni, sepse mund keni një problem vogël që nuk duhet të jeni vigjilent dhe nuk duhet të flisni më tepër se ç'duhet. Pra, mbani diçka sekret për veten tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me peshore duket më parë. Vijojmë tek shenja radhës, që është gaforja. Për sa i përket gaforeve, gaforet të duket se edhe në lidhje me çështjet e punës ose diçka që mund mos jetë ajo çka prisni ju, por është ajo që juve doni të bëni. Çfarë? Të arrini atje ku dëshironi, sepse në lidhje me çështjet e punës, lidhje me marrje vendimeve të rëndësishme, është koha juaj dhe është momenti. Dhe kështu që mundet që juve të jeni të qartë për atë çka do të bëhet, për të qartë për atë çka juve prisni. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat do të thotë është me peshore dhe me dash të diçit të dytë, edhe pse juve që jeni në Gjermani, edhe një problem që keni pasur një dokument që nuk e morët akoma, jeni në pritje, është e mundur të realizohet. Vijojmë tek shenja e radhës, që është luani. Për sa përket luanëve, luani duket se është një periudhë mjaft e mirë tani në këtë kohë, sepse është një kohë që vërtet ndryshojnë vendimet dhe kohët e mundësitë. Është një mundësi shumë e mirë, mundësiar mund thuhet, sepse për sa përket periudhës dhe kohës dhe momentit që juve keni, ndryshimit që juve keni, është mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive tani në këtë periudhë. Nëse juve keni për të bërë diçka, supozojmë që për momentin nuk është aty ku duhet, por edhe ana tjetër dhe mundësi që keni, është një periudhë tepër e mbarë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit dhe të çështjeve ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjate do thotë janë me binjak dhe me peshore të diçit të dytë. Me peshore të diçit të dytë është mundësia, sepse një mundësi shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme për kohën dhe për momentin, duket se është koha juaj dhe mund të ndikojnë në anën tuaj dhe për sa i përket disa takimeve që do të bëni juve që jeni në Zvicër për shembull, ose jeni në bisedim për punë, është momenti më i mirë, mushim tani në këtë fillim muaji të datës 1 prill, ku është dhe momenti që juve të bisedoni dhe të gjeni zgjidhje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me binjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat edhe si periudhë, por edhe si kohë, është një mundësi tani lidhje me anën e financave dhe të biznesit. Sepse lidhje me biznesin më tepër, sepse kjo është një periudhë mjaft e mirë e zhvillimeve por dhe ndryshimeve që keni. Por mundësitë që i keni dhe koha që juve rregulloni, stabilizoni, i keni të gjitha tani mbar. Edhe pse një mundësi mund të ishte ndryshe nga çfarë mendoni, ndryshe nga çfarë prisni, por në anën tjetër është koha juaj ku do të keni zhvillime shumë të rëndësishme ekonomike financiare, një mundësi shumë e mirë për sa i përket çështjeve financiare biznesit më tepër, se për biznes bëhet shumë dhe koha është në favorin tuaj, por një çështje shumë pozitive financiare që do të keni nga mbasditë do bëhet një objekt vizite për rritjen e detyrës ose e prisni gjë të tillë juve dhe një dokument që do gëzoni shumë, a është hipotekë kjo, a është për të marrë leje, ndërtimi ose diçka tjetër, është momenti më i mirë mund për ta realizuar. Në dashuri, me peshk dhe me binjak duket se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, për peshoret unë do të thosha që vërtet është një periudhë tani mjaft pozitive, edhe pse e keni pasur disa keqkuptime në këtë fushë, por gjërat janë në pozicionin më të mirë mundshëm të planetar, sepse edhe koha dhe periudha janë favorite në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj, sepse dhe momenti do që juve të jeni në favorin tuaj gjërat, në anën ekonomike financiare, nga çështjet që keni bëni me çështjet e punës më tepër, sepse lidhet shumë me punën, dhe një moment mjaft i mirë tani në këtë periudhë do thotë marrje vendimesh të rëndësishme dhe çështjet ekonomiko-financiare ku do të merrni zgjidhje. Në çështjet shpirtërore lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Akrepi. Për sa përket Akrepëve, Akrepët duket se tani në këtë periudhë, pikërisht kjo periudhë është më e mira e mundshme mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e një lidhjeje ose një çështje pune, dhe vendimet që mund të merrni, koha që është tani,
është një mundësi shumë e mirë për sa i përket anës ekonomike financiare, për sa i përket një ndryshimi që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me vendime që mund të merrni, janë vendime shumë pozitive, dhe është kjo kohë, ky moment mjaft pozitiv dhe tepër konkret në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë, të 10 ditë të tretë me ujor sidomos, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive dhe konkrete në ato çfarë doni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me britçap duke të mbara, edhe pse një problem keni pasur me virgjëresh, është momenti i duhur për zgjidhur problemin tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo është shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se është një mundësi mjaft e mirë tani në këtë muaj të mbar ju uroj, dhe ka për të qenë duan apo s'duan të tretët, është një mundësi shumë e mirë që të fokusoni tek puna juaj, tek biznesi, tek anët pozitive që keni, mundësi të reja që do të jepe, koha që është në favorin tuaj, momentet që keni tani e tutje, dhe jo vetëm. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me virgjëresh duke të mbara, edhe pse një problematike vogël që kanë pas me kafore, duket se është një zgjidhje e sipër. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë britçapët. Për sa përket britçapët duket se ekonomia, stabilizimi dhe një kontratë shumë e rëndësishme, edhe pse kemi ndikime planetare kaq të mëdha. Dhe kjo është një shtysë që merr guximin se duke pasur parasysh shumë planeta në dashi ndikimi i Marsit. Marsi ka guximin dhe veprimin, marrje vendimit të rëndësishëm. Dhe këtu e keni juve. Çështjet financiare do të kenë mundësi për në rritje dhe jo në zbritje. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duke të mbara, pak vëmendje me gafore të vitit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo është ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se tani në këtë periudhë, kjo është një periudhë kohe dhe shumë pozitive, dhe çdo moment ju e keni në dorë, çdo moment ju e dini çfarë bëni. Dhe për një periudhë kohe që keni mundësinë për anën ekonomike financiare, që do të merrni zgjidhje në pozicionimin planetar në fushën e karrierës suaj, sepse jeni për karrierë, keni lindur për karrierë. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh dhe i favorshëm në ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrep të 10 ditë të parë dhe me Dem të 10 ditë të tretë, duket se gjërat janë pozitive dhe jo negative. Është një moment shumë i mirë për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë jashtë shtetit në Francë për shembull, bashkim familjar është megafore. Shkojmë tek shenja e radhës që janë peshqit. Peshqit të dashur, sido që të jenë gjërat, edhe pse keni mjaft mundësira në fushën e punës tuaj, në fushën e karrierës, edhe pse keni shumë gjëra që do të rrezatoni në jetën tuaj, një muaj të mbar ju uroj, dhe ka për të qenë, sepse edhe me ndryshimin dhe me punën që keni dhe kohën që juve e keni në dispozicion për stabilizimin e financave, dhe jo vetëm, është një moment mjaft i mirë për sa i përket ekonomisë dhe një çështje kredie që mund të merrni juve, mund ta merrni për arsye të punës suaj ose për lidhje biznesi. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me britçap, duke të mbara pak vëmendje me duan të vitit të dytë. Ishin këto pra parashikime për sa përket datës 1 prill të 2025-s. Para se të dalemi bashkë, unë ju uroj që jo vetëm se të keni mundësinë ose mbarësi në çdo muaj, në çdo ditë, në çdo orë. Nëse dëshironi një parashikim të detajuar personal, atëherë kemi faqen roz atje. Atje mund zgjidhni çdo gjë që dëshironi juve. Duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, sepse keni dhe numrin kur bleni paketën, shkruani dhe numrin. Shkoni tek sekretaria, nëse e jeni veten aty. Nëse nuk e jeni veten, atëherë mund të dërgoni mesazh tek sekretaria, të flasim bashkë, të gjejmë një zgjidhje nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Por juve që doni që çdo video që Astrologo Pikal ngarkon në YouTube, e dëshironi ta dëgjoni të parë, ta shikoni të parë, atëherë duke na bërë subscribe tek butoni këtu, dhe jeni gati pastaj të dërgoni mesazhe në kohën që jemi live. Unë ju rregulla. Muaj të mbar, ditë të mbar ju uroj. Jesmira.